Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet receta natyrale që garanton zhdukjen e thinjave, ja si ta përgatisni. Flokët e thinjur siç dihet nuk kanë lidhje me moshën dhe vitet. Thinjat e para shumë njerëzve u dalin qysh në të 20-tat e hershme dhe zgjidhja me njëhershme është gjithmonë lyerja. Nëse kjo e fundit nuk ndodh në disa raste, ka edhe mënyra se si t'i zhdukësh thinjat, por mund t'i bësh ato edhe të mos duken. Edhe pse një problem gjenetik, thinjat në flok mund të eliminohen me disa maska natyrale të cilat kanë dhënë mjaft rezultat. Fillimisht, thinjat vërehen në zona të caktuara dhe deri në fund të viteve 50, mesatarisht 80% e flokëve janë të zbardhur. Maskat do t'ju ndihmojnë për të rikthyer ngjyrët e errët të flokëve dhe për të parandaluar shfaqjen e mëtejshme të thinjave. Çfarë të konsumosh? Zakonisht dermatologët këshillojnë që flokët e thinjur duhen trajtuar vazhdimisht, por edhe ushqimi ka një rol të rëndësishëm. Për të shmangur flokët e thinjur rekomandohen ushqime të pasura me acide yndyrore esenciale dhe omega si vaj ulliri, avokado, fruta të thata si arra dhe fara, si edhe ato të pasura me vitaminën B dhe E, magnez dhe zink. Maska e parë, përbërësi që juve do t'ju duhen janë vaj ulliri dhe mjalt. Përzini në sasi të barabartë vajin e ulliri dhe mjaltin. Pasi t'i keni përzirë mirë, lyeni flokët deri në rrëmë të gjithë masën. Mbulojeni kokën më pas me një qese plastike. Hidheni një peshqir të ngrohtë dhe mbajini për 30 minuta. Më pas, lajini flokët tuaj si zakonisht. Përdore këtë maskë të paktën një herë në javë. Maska numër 2, përbërësi që do t'ju duhen janë lëng limoni dhe vaj kokosi. Përzini po në sasi të barabarta vajin e kokosit dhe lëngut e limonit si në përzierjen e mëparshme. Kjo përzierje është mjaft efektive edhe për parandalimin e thinjave dhe rënjes së flokëve. Përdore të paktën një herë në javë. Maska e tretë, ju duhet piperi zi, koz dhe vaj bajame. Përzini mirë 1 gram piper të zi, gjysmë filxhani koz, gjysmë lugë çaj, lëng limoni dhe vaj bajame. Lyeni flokët që nga maja në rënjë me të gjithë përzierjen dhe mbajini për plot 30 minuta. Përdoreni këtë maskë 1 apo 2 herë në javë. Maska e katërt, juve do t'ju duhet kafe, kos dhe gjithashtu uthull molle. Për këtë maskë ju duhet që të përzini gjysmë filxhani kafe, 1 filxhan kos natyral dhe 1 lugë uthull molle, derisa ju të përfitoni një masë homogjene. Pasi ju t'i keni larë flokët tuaj, si zakonisht, aplikojeni këtë maskë nga rënja deri në maja dhe mbajeni për plot 90 minuta. Rekomandohet të përdoret 2 herë në javë për 5 deri në 6 javë rresht. Shumica e grave kanë frikë nga paraqitja e thinjave që është një sinonim i plakjes. Në fakt, në treg ka shumë ngjyra të flokëve që janë edhe padyshim më efikase për të mbuluar thinjat tuaja, por megjithatë ato mund të kenë edhe efekte anësore. Prandaj, në qoftë se urreni faktin se flokët tuaj po thinjen dhe dëshironi një zgjidhje natyrale për këtë problem, atëherë kjo maskë është më efikasja për flokët tuaj. Ky trajtim natyral gjithashtu do t'ju ndihmojë që të arrini rezultate shumë të mira, më shpejt të mundshme, duke përdorur përbërësit që me siguri edhe ju i keni në shtëpinë tuaj. Përbërësit e gjëra që juve do t'ju duhen janë 6 patate, 2 litra ujë dhe tigan me kapak, 1 shishe zbrazët e shampos dhe 1 kulluese.
Si ta përgatisni këtë maskë? Fillimisht patatet duhet t'i pastroni mirë, më pas qërojeni ato edhe lëvorët e patateve vendoseni në një tigan bashkë me ujin, lëreni që të zgjejnë për rreth 1 orë. Më pas lëreni këtë përzierje që të ftohet, kullojeni dhe lëngun futeni në një shishe të shampos, lani flokët me shampo dhe balsam si zakonisht. Pasi të largoni balsamin me shumë ujë, vendoseni ujin e patateve mbi flokë, masazhoni flokët dhe skalpin me lëvizje rrethore. Pas kësaj mos i shpëlani flokët, lëreni të thahen në mënyrë natyrale ose me tharëse flokësh. Këtë trajtim mundet që ta përdorni 3 herë në javë dhe ju shumë shpejt do t'i harroni thinjat. Sa herë që lyeni flokët, gjëja e parë që ju shkon ndërmend, përveç se të arrini rezultatin e dëshiruar, është që boja juaj të zgjasë sa më shumë në mënyrë që të mos duken thinjat. Por ato janë aty dhe doni apo nuk doni, duhet të bashkëjetoni me to. Larja e shpeshtë e flokëve, e fytyrës dhe mos përdorimi i locioneve që mbrojnë flokët nga nxehtësia bëjnë që rrënjët e flokëve të zbardhen më shpejt nga çfarë ju mendoni. Sigurisht që nuk mund t'ju lyeni çdo javë. Maska me sherebel. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaji i zi dhe 500 ml ujë i zakonshëm. Fillimisht vëreni ujin që të ziej dhe pasi ai të ketë marrë valën e parë, shtoni bustinat e çajit të zi dhe sherebelën. Lëreni që të ziejnë së bashku në zjarr të ulët për plot 15 minuta duke i përzierë ato her pas here. Gjithashtu, më pas filtroni lëngun e përftuar dhe përdoreni për të larë flokët me të. Nëse përsërisni këtë maskë 3 herë në javë, ju do të vini re që thinjat nuk do të zbardhen aq shpejt dhe boja do të qëndrojë më gjatë. Maska me rozmarin. Rozmarina është një pjesë përbërëse e shumë bojrave, pasi ajo stimulon rritjen e flokëve dhe gjithashtu rregullon vlerat e pH-it natyral dhe skalpit të kokës dhe gjithashtu ajo parandalon edhe shfaqjen e thinjave. Nga ana tjetër, kësaj here ne do t'ju propozojmë që ju të përdorni këtë maskë për të frenuar shfaqjen e thinjave dhe për të hidratuar flokët tuaj. Përbërësit që do t'ju duhen janë 200 gram rozmarinë grimcuar, 5 pika vaj ulliri dhe 1 litër me ujë. Zgjeni ujin bashkë me rozmarinën për plot 15 minuta dhe shtoni disa pika të vajit esencial, e cila gjithashtu do të bëjë mrekulli për flokët tuaj. Më pas, ju duhet që këtë përzierje ta vloni dhe do të vini re që gradualisht ajo do të lidhet duke formuar një masë më të trashë. Pasi përzierja të ketë vluar, lëreni që të ftohet, kullojeni dhe me ndihmën e një shisheje në trajt spray hidheni mbi flokë dhe masazhojeni. Përdoreni këtë maskë të paktën 2 herë në ditë. Kujdes, kjo maskë nuk ka nevojë për shpëlarje. Pra, herën tjetër para se të drejtoheni tek bojrat me mbushura plot me kimikate, ne ju sugjerojmë që ju të provoni këto receta alternative, të cilat kanë efekte të mrekullueshme në flokët tuaj duke i bërë ato edhe më të shëndetshëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!